Përpara 2 ditësh Edi Rama u ka bërë thirrje investitorëve tuaj të vinë të blejnë sa më shumë shtëpi në Tiranë, sepse sipas tij, për punë pak vite çmimet e apartamenteve do të dyfishohen në Tiranë. Tani ky njeri nuk e kupton që nëse çmimet e apartamenteve dyfishohen në Tiranë, ato kanë për të bërë krejtësisht papërballueshme për 99% të banorëve të Tiranës. Sot që flasim, çmimet normale të apartamenteve në Tiranë variojnë nga 1.500 deri në 2.000 euro metri katror. Që thotë sot që flasim janë të papërballueshme nga shtresa e mesme e poshtë. Kjo është një nga arsyet që po i shtyn shqiptarët dhe sidomos banorët e Tiranës të ikin nga Shqipëria. Çfarë kërkon të bëjë Edi Rama? Ta kthej Tiranën në një qytet fantazëm ku tuaj të blejnë apartamentit, të japin njëri tjetrit pa Airbnb dhe ne shqiptarët ikin nga syt këmbët në perëndim se nuk jetojmë dot më në qytetet tona. Çfarë do? Që ne të jemi thjesht, ne që do mbetemi këtu, të jemi shërbëtorët e tuajve, të pastrojmë apartamentet e tyre dhe ky qytet, Tirana jon, të bëhet tamam një qytet fantazëm, një qytet që mund ta kemi në mendje, në ëndra, por nuk e shijojmë dot për asnjë moment. Shqipëria ka nevojë për një ndryshim të madh, ka nevojë që të luftohet krimi organizuar, oligarkia, po edhe spekulimi imobiliar. Shtëpia është një drejtë themelore, sociale e njeriut, prandaj lëvizja bashkë ka idetë e dhura se si mund të frenohet rritja e çmendur e çmimeve të apartamenteve në Tiranë dhe qytetet kryesore të vendit, se si të mbështetet me politika sociale çiftet e reja dhe njerëzit nevojë që të kemë strehim përballueshëm nga kredite buta në blerjen e shtëpisë tek ulja e çmimit të apartamenteve përmes taksimit progresiv të tyre e deri te qirat e përballueshme për shtresat nevojë. Nuk mund vazhdojmë më kjo zhvatje e qytetarëve të Tiranës, prandaj na duhet vërtet një qasje e re.